Mirë. Tani, duke qenë se jemi në krizë dhe salla jo nuk do bëj vetëm shfaqjen e apartamentit, kemi vendosur të bëjmë një recital. Ndezim dritat. Regjia. Mirë, se këtë të dritave kemi 84 vjeç dhe nuk kap mirë, nuk dëgjon mirë, prandaj na falni se ka vite që e bën këtë punë te Pallati i Kongreseve, presupozojmë që jemi në Pallat të Kongreseve. Unë jam regjizori i recitalit të një prej këngëtareve më të njohura shqiptare. Ajo ka kënduar, se mbaj mend, që kur ka qenë 12 vjeç. Kohët e fundit, madje është bërë dhe një mami. Dhe është nga ato mamat që quhen super mami. Është yll, është këngëtare shumë e mirë me duar tërhritje, presim Jonida Maliqin. Tani nuk po lodhemi me këtë pjesën që Jonida vishet gjithmonë bukur e këto budalliqet se të gjithë e thonë. Mirë, Jonida je vesh skandal sot. Faleminderit, më në fund. Më erdhi dita. Tani Jonid, dëgjoj, recitali fillon pas nesër. Kemi kaluar, dje kaluam gjysmën e këngëve. Kështu që sot do bëjmë një provë gjenerale me këngën finale, ti e di atë që ke kompozuar kohët e fundit. Tekstin e kam bërë vetë, është këngë shumë e bukur dhe do ta këndojmë në fund fare, është ai momenti kur të gjithë publiku do qajnë, Ardi Xhebrea do të çohet, ishte mrekullueshme Jonida, e ke parasysh do vi Bujani Shani të japi dekoratën, të gjitha këto do ndodhin, kështu që ke përgjegjësi të madhe. Me zërin si e? Mirë. Mashallah. Mirë. Atëre, Jonid. Jemi gati për të filluar? Po. Ndriçimi është mirë, kështu që ti fillo këngën dhe ta shohim se si do dalin në kamerë, dakor? Regjia 1 2 3, fillojmë. Juli, pa një parket në rregull, nuk mund të ri këngëtarja me këmbë në tokë. Me xhepa zbrasur pasur jam, një këngë kur unë një lek e të se më kanë, ta që s'kan, mirë në në përka, nuk duhet jem njëri nga ta. Më falë, që po bën? Okej. Ku do shkon trafiki dhe ndur shenja e rrezikut lart. Njerëz të këqij zaptuan ku dhe kryqe. Qa bën, more, qa bën tani? Se na trëmbe. A se shikon që po këndoj unë? Po për rregulli. Hajt, lutem shumë se është Vazhdo, nuk do bëj shumë, thjesht po nuk. Është punë artistike, kam nevojë. Po pse neve çajmë neve apo? Po jo pra tani, unë jam shumë emotive si. Po tash dy herë pra, më fal. Tash i tash dy herë. Ç'a do të thon ty? A do më zë? Më falë pra. Punëtor pra. Mirë. Ora punëtor to legjera. Të lutem shumë. Artista jo. Të lutem shumë tani. Po dil për jashtë tani. Po dil për jashtë, lutem shumë tani se unë po bëj prova generale, ti vjen edhe me çakit. Dgjoj, mos me dash unë heq këtë paketin tu. Këtë paketin e s'pas bëhu ti shfaqen tu. Dgjoj, nuk kam nevojë fare për energji negative. Dgjoj, ka mundësi mlesh me bë punë mu tash, po desha këna po desha. Do tra security, na? Po thirrë këtë dushja, las që thirr nonën e drejt mo. Okej, tra security. Security. Çoda, siguria e Jonidës mbi të gjitha. Më në fund, shqyr. Çaka. Ma hi qafe këtë së më të shmëndi. Ti? Ka mundësi dalë një sekondë jashtë? Ka mundësi sekondë jashtë? Po se bone mirë. Nuk e bone mirë. E ka bërë shumë mirë e ka bërë. Hajtë që... Pavarësisht se bojmë parket, po bojmë art. Hajtë se sqarohemi aty. Shiko, unë bona time, po edhe i bonit vetën. Falimderit. Këtu jam unë. Falimderit shumë. Jonid, më mërzita më falë. Më mërzita tani se provat nuk bëhen kështu. Më falë. Hajde. Ma dje kam nevoj të ngrojmë një qik, po bëjt se avokat. Falë tash. O zot e madh, o zot. Hajde. Dakor, fillojmë Jonida? Hajde. O Turi, ka diçka që nuk shkon. Dritat! Jonida, hasë të goja! Punojnë në atje!
Drita! I deshe maruket si deshe maruket, dole me flokët e tuja. Ku ti mërteti, ku ti grezori, drita. Nuk ti e mër tjetër ti. Plakë sate, këshu i zrasi Jonita. Se mi kupe, jo që katë. Po të krizonin mua ti. Plakë i kur. Se po të drita kurë, Jonita. Jonita, më shumë vare, Jonita. Më kesh krizorin më shumë se unë, po unë jam në najote me Jonita. Po i kam 10 metra mi Jonita. Së vjen turë, së vjen. Nuk tua të vera, qërdo. Po e kisha për drita, po du pra jam drita, kush është drita këtu? Jo për ty, moj drita, e kisha për ndriqimin. Qa halli ke? Moj qelë pësirë, moj. Se kështu të duket vetja ty, se së njofun të. Mizerje! Përsirë aty! Kujti bërtet! Hajde, sjarohana! Hajde me se sjarohana! Mos ki me ram se sjarohana! Mos ki me ram të keqen! Mershme. O Turi, si mund të pretendojmë tani të bëjmë art me këtë gjëndje? Ishte femër, pra ne nuk i rash vetë. Mirë bëre. Nuk ka për të qetësu, no. Shumë mirë bëre. Turi, dua urgjent ndriqimin tani. Ndriqimin! A më dëgjon? Ndriqimin. Erblin, rastis gjithnjë kur nuk duhesh. Qeti, edhe ti më duhesh e tani. Qimi pra? Ti meresh me dritat. Jo, unë fik zjarë, s'ka zjarë këtu? O, unë frita ndriqimi, o buridheut. Shikom, mu mos u talë. Mirë? Mos u talë me mu. Se ju kam pas, e kështu thoni ujku. Jo, e pas legjit në Terezi sot. Hajde tani jepi drejtim. Jo, se ju kam pa, ju artistat që pini cigare, aty më hindhin pishtat. Se ka për tra zjarë në i dite, po s'kom për ta ardhun fare me frap. E shoni pini paf puf aty, paf puf artiste e këngëtar, pini cigare aty. Mirë, hajde tani, hajde. Të të shofim, kur të ngelin edhe po cigare. Atëherë, Jonida, më fal. Gjëra që ndodhin tani do thrasun teknikun. Genti, të lutem. Genti është tekniku. Gent, erdi. Më në fund, more Genti. Po kuja? Vërtit. Genti, pia është këshilluese jote më e mirë. Vërtit. Gërë, halala, tralala. Mos përtizi, qa keni? Qa keni, ala? Gërë. Po ku ishe, mora? Do merresh me ndriqimin ti. A kemi nesër koncerti? Po. Isha ti këtu, ja për para të zogu i zi isha. Mos përtisi, qa keni? Qa to? Reguloj pak të duke në regull drita ty. Ashti, prit. Prit. A foli ti? Fol ti tashi. Mos ta boni kështu të ngërdik, se i kam hap dritat vëqezelës. Kush më të për ty, se ku që ti me gotë? Po mirë, bravo. Unë jam Jonida, lutem shumë. Në gjmije pagarushës. Luan zhegut. Okej. A mund ta rregullosh pak? Po. Ndriqimin? Sa të shkoj të pi një kafe këtu te... Po jo më qa të pish kafe ti tani, hajde? Ma, pa zote, më mos e njësoj kanë për të dalë koncertet, kanë për të darë trokit njëzit, bravo, qofti i kim gjishmi, qose njësoj. Ishta që thjeshtë, ha? Hajde i kim shpi, hajde ju ap gjive kaj kafe, si që jeni, shu që jeni, pës... Mirë, hajde. Tani, 1, 2, 3, fillo këndoj Jonida, gjithçka është gati. Okej. Cubi, duart e tua sjellin perfeksion. Me zemër thyë Hojli, o shpirti, o zemra ime, sa e mirë që e bërë, më jam. Po të përqeje? Po kjo ç'është më Jonida? Jo, si lisja ime. Mirë, Sa e mirë që e bërë, si shpirt edhe këtë rrotën këtu, shara bërë shumë mirë këtë rrotën të koka. Mirë, shumë bukur. Meri dhe këto? Ama se ti më jep vetëm në energji. Ua, qështa jo, dale? Pa, rinjë qik tani në skenësir. Si? Po jo, mo Jonida, ciri kështu, mo Jonid. Si duhet rime? Pyqat pak lartë. Grit pyqat, ashtu, ha. Fute barkun brënda, cicat nëziri, hajte tani. Filo. Ua, tani e super, jam më në shpirt. Nuk këndoj do të këshu. Hej! Jam shumë e shtrënguar këshu. Po jo, mo Jonida, ti liro barkun, vetëm shtrëngo byqën. Po kur liroj barku, liroj kështu. Jepi tani, ha, ashtu. Albano, nuk vë asnjë këngëtar tjetër mbi veten tënde. Thyer forcën kam, me xhepa zbrasur pasur jam, një tranga unë. Në një Let the sky fall when it crumbles. Make a way for me to
fall. Më fal, kush je ti? Ne jemi këngëtar të vërtet. Jo si që e meni shkollën me lekë, ta hashim mbrapsht që i kanë dhe. Bëni festivale, paguani lekë të futeni në festivali. Nuk është festival. Ne këngëtar të vërtet. Nuk është festival. Je këngëtar e vërtetit. Jemi në recitalin tim. Daj, të lutem shumë, di për jashtë. Je këngëtar e vërtetit. Këndoj çik të pjesën, se ta shëndime ta nzi zhijetën. Ha këndoje, ha. Ha këndoje, ha. Jetën. Jo. Zhijetën. Zhijetën. Jo më Julietën, zhijetën. Ha më këndoje, ha. Ik dil jashtë tani se mora me ty të lutem shumë. Të lutem dil ti jashtë. Jo, dil ti jashtë. Skena është e jona, imja, po, e Ylli Bakës. Po ti talenti pas buluar. Skena e Ylli Bakës kjo. Skena e Ylli Bakës kjo. Më vjen security hajde shqyr që. Na leni më ta pije birra, qa ke mër burr, qa ke? Ato që meriton. Hajt. Shumë i darë të Yllit. Hajt. Po astis ta një. Po e këngëtar mirë. Njof jashtë, hajt. Let the sky fall! Hec mërë qënë, hec. O ti më bë porti më atë gjutës, në ta fotë e Më falë. Si e? Skyfall! Na i falë paterica, keme vete? Po! Mirë, na fal Jonida, po ka dhe këngëtar aty rrotull. Mirë, tani jemi gati. Dgjoj, si mendon sikur të marrim një akompanjament shoqëruese, një vegë shoqëruese frymore, tipit një tromb për këngën? Ua sa mirë të ka shkuar në mendje. Po, kam një është gjetje që nuk e ka bërë askush deri më sot. Po, dhe unë them, kam një trombist fantastik. Okej. Po, ka Akademinë e Arteve ka mbaruar. Si e kishte emrin Egi me trombën, është djalë i ri. Është 38 vjeç. Okej. Po, është era e parë që duan. Është fjalë pak, Egi, përshëndetje, si je? Si kalon. Mirë. Egi, ke mlefe të brendshme të akumuluara prej vitesh. Okej. Egi, atëherë do ta nisim tonalitetin do minor dhe pas strofës së parë do futesh ti me intron tënde, okej? Me zemër thyer forcën kam, me xhepa zbrazur pasur jam, një këngë kur unë në një letë me zemër kam. Më fal, Egi. Kur dro? Qa po bën? Akompanjamentin. A më dëgjove mua? Po. Ta bëdhirë. Më falë se ti e profesionist, po mua më duket sikur nuk jemi në një linjë, ti je në një linjë tjetër. Ajta provojmë dhirë. Sa ngrofa e qik buzëm. Me zemër thyer forcën kam, xhepa zbrazur pasur jam, një këngë kur ndjej. O Egi! O shoqe, ti ke partin tot, unë kam partin tim. Jam profesionistën. Okej, po a bashkëpunojmë ne të dy. Po qa do bashkëpunosh me muti? Po më tregoti muti? As më mame ti mua? Harrove kopshin e që i frishe qyrët aty para edukatores. Po ato provimet e lirimit në Fiastef që i kisha gjitha pesami, policeu, të pi barë gjithë ditën. Harrove, po në akademi që dohet bëhesh aktore mi. Tregoti, unë kam 40 vjetë që i bikse i not gjatë kam su. Turshkesh. Boltani? Po ti mos më trajto më sikur t'isha femër. Po sikur t'isha femër, po unë kam zëmi. Dhe isha këngëtare më e mirë se dy. Në gjok këtu. Lipiamo, Ik dil jashtë më mirë. Unë s'pjus për një vamullën mi. Apo do i pop. Vini vidi vici, come dico. Non lo so, non ritornerò più da te. Nuk du të fare. Ku na ranë gjithë këta? Atere, filloj Jonida, era e fundit, nuk ndodh më. Ta hoqa dhe akompanjamentin. Të lutem. Me zemër thyer forcën kam, me xhepa zbrazur pasur jam, një këngë kur ndjej.
Mirë, ishte Jonida Mali që nuk e la njëri të mbaron të këngën. Një super quadrëpitje për Jonidën tonë, të cilën e kemi shumë gjalla, e shera 200